po mbahet konferenca më e rëndësishme e sigurisë në glob. Konferenca e Mënihut, që quhet ndryshe. Marrin pjesë sekretari shtetit, lider e udhëheqës nga gjitha vendet e ndryshme të botës. Për herë të parë nuk merr pjesë lideri global. E dini, Edi Rama. Ishte bo gati me shku, kishin bo ato përgatitjet ambasada me njoftimet e me gjërat, dhe në fund fare nuk vajti dot. Vajti Elisa Spiropali, edhe ky qa bëri, i futi mrapa Elisës tavlën ballën edhe Piro Pizevengun. Se si që thonë ata njerëzit afër ti, këtë ma besoni se kur s'them gjërat pa vërteta, është në paranoje, ka paranoja tani edhe mendon që Elisa kërkon të krijojnë lidhje të shkurtra me ndërkombëtarët dhe ju thot atyre që po, ky duhet heq, e maj unë këtë pesh, do hëm bëdha ajo kështu që s'kam çfarë të bëj tani, po e marr unë këtë pesh, edhe ky ka hallë se mos ja fut Elisa, edhe i çon këta. Po pse nuk vajti ky? Se okej, po bën përpjekje për të shku me taku Trumpin, jo po bordi paqes, jo po mlat Trumpi mund me gocën këtu për ne shkova në zyri, atje në drejt ku ishte ajo që u majt në Zvicër, në Davos. Ka një karakteristik gjithë udhëheqësit autokratik. Merrni me radhë po doni të gjithë, në fillimet e tyre gjithë kanë qenë të përkëdhelur nga perëndimi. Duke qenë se këta në karakteristikat e tyre janë megaloman, janë infantil në leximin e politikës, bëhen infantil. Ajo liria, ajo mbështetja që u japin ata njëherë duke u çuar në dhurat, ky njëherë duke i qeras me gjëra të tilla, se kështu bëjnë autokratët, në marrin pasuritë e popujve dhe i qerasin ndërkombëtarët për të blerë legitimitetin për vete. Mi po ky kaloi edhe kufit. Kaloi kufit, për shembull, po ta marrim mend, filloi me u diskutuar po kjo në Mimi Kodhelit shne e kanë bo ke protestat që bëri me 10 shkurt opozita. Po Mimi ka qenë ministre mbrojtëse kur fikeshin radarët, që të ngarkoheshin avionat me drogë që shkojnë në Europë, në Itali, top fikte radarët ajo. Menojeni tani qa vija shtu që ka shkel ky edhe sa vite ka. Pra fikin radarët për të kalu avionat me drogë, ai që u kap atëherë që ra antivjak. Dhe menojeni për shembull në kohën që këta kishin fik radarët e NATO-s, të interferojën në një nga këto avionat e Rusisë ose këtë Kinës, ose kujton ta veneve armiqësore me Shqipërinë. Pra deri aty kanë pas shku. Prandaj kjo ishte domethënia dhe e Mimit atje, mendoj unë. Por izolimi ndërkombëtar i këtij, unë s'do e quaj izolim, në fakt do e quaj këtë ndërkombëtarët po e trajtojnë sikur është me zgjebe. Këtë një herë para Rubios në Mënih nuk do Merci me e pa. Po ta mani me në takimin e parë me Mercin, që bote kjo kështu, i tha i qa thu, 4 mandate keti, tha, i iku truri ati, u pezmatu Merci. Do thonë, që kur e takoj për herë të parë. Plus tani që i solli ministrin e jashtëm këtu, e i ka thonë mos guxot merresh, pengosh drejtësinë për ballukun e për veten e vetë gjitha. Edhe ky është fakt. Megjithëse ai do bëjnë përpjekje, është duke bërë përpjekje që të shkojnë në Amerikë të takojnë Trumpin. Po pati hap callafe një herë para ca kohësh, i thoshte do takojnë Rubion. Po t'ishte për taku Rubion, ja ku e pati Rubion, ai shkonte në Mënie, takonte edhe Rubion atje si zotni. Po ata për të mos taku Rubion, i vun barrikad. Dhe tani ky është në rreth të kuq, edhe këta nuk i afrohen më, e trajtojnë sikur është sikur ka zjeben që të izolojnë, nuk lën të afrohesh, se na një të zjeben. Nuk e di se që të bëjnë me Trumpin, ta shohim. Por keni parasysh mediat ndërkombëtare që e kanë promovuar Ramën më shumë, New York Times, CNN, kujton mediat britanike të majtat kryesisht, Itali, Korea della Sera kishte shkruajt prap, kanë një 2-3 muaj që shkruajnë me shkronjat më dha me titull, sigurisht për luftën e vet ideologjike me Trumpin, po dalin me kryetituj të mëdhej. Donald Trump ka ble ishull në Shqipëri. Ata godasin Trumpin, po ato media
ashtu siç kanë qenë në influencën e Sorosit kur lavdrojnë Edi Ramin, Edi Ramën, janë edhe sot në influencën e Sorosit që dalin me ato kryetituj të mëdhej. Se nuk ja fal Sorosi këtij pabesin, që sillet si dhjaks, për tu pajtu me Trumpin, shkoj e jep, do me i dhon ishull dhe do me i dhon gjithë vlorën e zvërnetin që do me dhon anej. Kështu që unë nuk e di se si do shkojnë, por që Edi Rama është me zgjebe, më thonjza, me zgjebe politike, kjo është e pa diskutueshme dhe kjo është e pa mohueshme. Ta shohim tani se qa ka ofru, se është i Suzi edhe që rria për Trumpit, thonë ajo e ka i natë këto, ka marrë informacion dorës pare, njef kuptimin e di personalisht se kush është ky, qarë hipokriti e qarë njeriu pa ideologji, qa zari i Sorosit ka qënë, e kanë vëzhgu, thonë edhe këtë që do thënë sa i pabes tregohet me Sorosin, do thënë sot ka mik, ka sponsorizues, ka gjitha, mos më njohin ka devizën kryesore e Edi Rama në jetë, është gati ta zhduk Sorosin, ta shes, vetëm e vetëm ta fal Trumpi. Unë nuk them kur që do e heq Trumpi, ato du ta heq shqiptarët, du ta heq opozita, pra s'jam fare me këtë, pra dhe nëse do i vinë ngordhja këtij, që duket se po i vjen me këtë izolim, me këtë trajtim si të zjebosur, po i vjen se ky, po i vjen nga vetja vet, po i vjen nga megalomania e vet, po i vjen nga hipokrizia, nga pabesia e vet, vjen një ditë që këto marrin fund të gjitha, marrin fund dhe përfundon si një njeri që stafrohet kush më. Dhe kjo në këtë fazë ka hyrë Edi Rama tani, shto këtu dhe paranojat e me njerëzit që e rrethojnë, s'ka besim më ka askush. Inshallah nuk i hyn edhe për lindën dyshimet, se do të deri në atë fazë ka shku ky që bosi i tërbum. Megjithatë, do ta shohim se si do shkojnë situata, por që është sot për sot lideri politik jo global i vetmi në botë që trajtohet si i zgjebosur. Edhe Madurën që e trajtojnë ashtu atë pak shkuën e preken me dorë, e kapën, nuk kurse këtë nuk e kapin as me dorë, nuk e lën të afrohet, i kanë kriju perimetër sigurie edhe nuk e lën më të afrohet askund. Kjo dënimi më i madh se ky nuk mund të ketë për një lider të tillë që e ka shit veten gjithmonë si cub. Le të shkojnë, po u a thash edhe i ditë tjetër, le të shkojnë shtëpi të bardha, legitimitet nuk ka më. Ja kanë heq vizën dhe kur të heq vizën Europa, Gjermania sidomos, si ke punë të mirë edhe sikur bosh lobinget pagush para në Amerikë, se me që hecën lobingu e paraja atje, nuk i ke punë të mirë dhe ke fund shumë të keq. Edhe ky do ta ketë një fund të tillë. Por fundi më i keq i këtij nuk është as burgu, as hetimi, as dreqi me të birin. Fundi më i keq i këtij është kur e harron, kur e let të ndihet si i pavlerësuar, si i rob kot atje, do po e le kështu Edi Ramën, ja ke marr gjitha dënimet, i ka larë gjitha. Se kjo është pika kryesore. Nuk i bët dom atij me i marr parat, me e fut në burg e kujtu të gjitha me radhë, jep më shumë rëndësi biles. Kurse kur e harron, kur e abandonon, aty ikën zari.